argëtimi I Benet Becit nuk është thjesht një rrugëzidhje e shpejt procedurale për të mbuluar gropat e gabimeve profesionale, por është një mesazh I qartë që foto me funksionar të SPAK-ut nuk mund të bëjnë personat të cilët hetohen nga SPAK-u, se ekziston konflikti interesit. Dhe normalisht, prokurori I dosjes, që është për Benet Becin, për Bashkinë e Shkodrës, për funksionar të tjerë të Bashkisë së Shkodrës, por edhe të institucioneve të tjera që janë edhe punojnë në Bashkinë e Shkodrës, duket qartazi që SPAK-u do të shkojë të godasi dhe goditja e SPAK-ut do të jetë e menjëhershme, që mesazhi dhe konflikti I brendshëm që do të ekzistojë pas masës sigurisë perion Velis duhet të jetë I menjëhershëm. Avokat, po me drejtësinë çfarë ndodh këto 2 muajt e parë të këtij viti pas ndryshimeve në Amerikë? Kush po I zëvendëson amerikanët në SPAK, së pari dhe së dyti, çfarë po ndodh edhe me përgjimin e gjykatës kushtetuese?